Kryeministri Edi Rama ka uruar ditën e alfabetit të gjuhës shqipe duke vlerësuar këtë datë si një nga momentet kyçe në formësimin e identitetit dhe kulturës shqiptare. Në një mesazh urimi, Rama theksoi se zgjedhja dhe unifikimi i alfabetit në Kongresin e Manastirit nuk ishte vetëm një akt gjyqësor, por një hap i madh drejt bashkimit kulturor e politik të shqiptarëve. Dita e alfabetit vulosi shqipen jo vetëm si kod gjyqësor, por si një univers identiteti, mendimi e kultura, ashtu shpreh kryeministri. Sipas tij, vendimi i vitit 1908 dha gjuhës një strukturë të përbashkët, mbi të cilën u ndërtua jo vetëm komunikimi, por edhe vetdia kombëtare e një populli të ndarë në hapësira por të bashkuar në gjuhë. Rama shtoi se rëndësia e kësaj dite mbetet po aq e madhe edhe sot në një epokë globalizimi dhe teknologjie, ku roli i gjuhës si mbartëse e identitetit merr dimensione të reja. Fjala shqipe vazhdon të ndërtojë historinë e një kombi që shpirtin e ka të gjua, u shpreh ai duke theksuar se kultura dhe trashëgimia shqiptare mbeten të lidhura pasgjithshmërisht me zhvillimin e gjuhës. Dita e alfabetit të gjuhës shqipe, e cila festohet në 22 nëntor, kujton punimet e Kongresit të Manastirit, ku delegat nga mbar trojet shqiptare unifikuan alfabetin e shqipes duke krijuar bazën e shtypit, arsimit dhe kulturës moderne shqiptare. Sot kjo ditë nderohet në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut e kudo ku ka shqiptar si një simbol i përpjekjeve për ruajtjen e gjuhës dhe forcimin e identitetit kombëtar.